Surja Abese e zbritur në Mekë, ajete 42. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut mëshiruesit mëshirbërësit. Abasa wa tawalla. Ai vrenti fytyrën dhe u kthye. An ja'ahu al-a'ma. Nga se ati i erdhi i verbëri. وما يدريك لعله يزكى E ku mund ta dish ti, ndoshta ai do të pastrohet. أو يذكر فتنفعه الذكرى Apo do të këshillohet dhe këshilla do t'i bëj dobi. أما من استغنى E ai që nuk ndjen nevojë për Zotin pse ka pasuri, فأنت له تصدى ti ati i vë veshin. وما عليك ألا يزكى Po ti nuk ke përgjegjësi pse ai nuk pastrohet. وأما من جاءك يسعى Ndërsa ai që nxiton dhe vjen te ti, وهو يخشى dhe me që ai friksohet, فأنت عنه تلهى e ti nuk e zë asgjë. كلا إنها تذكرة Jo ashtu, në të vërtetë këto janë këshilla. فمن شاء ذكره Kushdo merr mësim nga kjo. في صحف مكرمة Është këshillë në fletë të çmueshme, مرفوعة مطهرة me vlerë të lartë e të ruajtur, بأيدي سفرة në duart e udhëtuesve, كرام بررة të nderuar e të ruajtur. قتل الإنسان ما أكفره Qoftë mallkuar njeriu sa mohues i fortë është ai. من أي شيء خلقه Po prej çkafi e krijoi ai atë? من نطفة خلقه فقدره Atë e krijoi prej një pikë uji dhe e përgatiti. ثم السبيل يسره Pastaj ati i ja lehtësoi rrugën, ثم أماته فأقبره mandej atë e bëri të vdesë dhe ati i bëri varr. ثم إذا شاء أنشره Pastaj kur të doi ai e ringjall atë. كلا لما يقض ما أمره Jo, ai nuk zbatoi atë që urdhëroi ai. فلينظر الإنسان إلى طعامه Njeriu le të shikojë ushqimin e vet. أنا صببنا الماء صبا Ne lëshuam shi të mjaftueshëm. ثم شققنا الأرض شقا Pastaj e çamë tokën sipas nevojës së bimës. فأنبتنا فيها حبا Dhe bëmë që në të të mbijnë drithëra, وعنبا وقضبا edhe rrush e perime, وزيتونا ونخلا edhe ullinj e hurma, وحدائق غلبا edhe kopshte të dendura, وفاكهة وأبا dhe pemë e kullosa, متاعا لكم ولأنعامكم si mjete gjallërimi për ju dhe për bagëtinë tuaj. فإذا جاءت الصاخة E kur të vijë ushtima, يوم يفر المرء من أخيه atë ditë njeriu ikën prej vëllait të vet, وأمه وأبيه prej nënës dhe prej babait të vet, وصاحبته وبنيه prej gruas dhe prej fëmijëve të vet,
لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Atë ditë secilit njeri i mjafton çështja e vet. وجوه يومئذ مسفرة Atë ditë do të ketë fytyra të shndërritura, ضاحكة مستبشرة të buzëqeshura e të gëzuara. ووجوه يومئذ عليها غبرة Atë ditë do të ketë edhe fytyra të pluhëruara, ترهقها قترة që i kanë mbuluar errësira e zezë. أولئك هم الكفرة الفجرة E të tillët janë ata mohuesit mëkatarët.